thonë edhe për kryeministrit e Dirama, që në fakt kemi posë edhe ndalimin e zonës Iqbal e Udutit, domethënë dëbimin e saj edhe ndalimin si e ka shposi person non grata për 15 vjet e ka ndaluar me në Shqipëri, për arsye se po mendojnë që domethënë ka të bëj me shërbimet iraniane, duke e ditë që më herët Shqipëria ka pas një sulm kibernetik nga Irani në fakt. Çka mendoni ju? A përfshihen shërbimet iraniane në këtë protestë? Shiko tani. Ajo çështja e goditjes kibernetike nga Irani ka diskutim, ajo është një temë e veçantë, ajo që u takon më shumë shërbimeve specializuara. Kurse unë dëgjova një intervistë Sali Berishës për këtë çështje që po interesoheni ju, dhe unë kam bindjen që ajo është e përdorur jo nga shërbimet iraniane, po nga Sali Berisha dhe Edi Rama të dy së bashku, për të plotësuar atë pretendimin e tyre si gjoja iraniane ka interferojnë në protestat e shqiptarëve, që Irani nuk di se ku ka kokën e diçka më tepër për vete, e jo me pas kohë mundësi me interferua aq larg në Shqipëri. Më falë pasaj, kush është e përdorur? Domethënë kjo ideja e shërbimit iranian apo Iqbal e Uduti është e përdorur nga Sali Berisha dhe Edi Rama? Iqbal e Uduti, who is kush është ajo zoj. Kja është përdorur për me plotësu atë pazullin e tyre. Aja është një protest madhështore e rini shqiptare për marrjen peng demokracisë që 36 vjet në Shqipëri. Me bazën e një projekti që i ka bazën jashtë Shqipërisë, por që është njëhet me emrin Katovica. Po për kryeministrin Albin Kurti tash që i fitoi zgjedhjet, kemi pas këtu her pas here deklarata të opozitës duke e quajtur kryeministrin tonë si ka politikë anti-amerikane. Në fakt, çfarë mendoni ju për kryeministrin Kurti duke e ditë që ju keni informacione dhe jeni në lidhje me Donald Trump? A është njëri i dëshiruar për Amerikën, kryeministri Kurti? Shiko tani, unë nuk mendoj që them në gjë të re që kryeministri është i majt, kryeministri Kurti është i majt e madje anon i çik pak nga ekstremi majt. Du me ju pru vetëm një fakt. Akordimi i plot i Edi Ramës me Albin Kurtin, leni ato politikat e propagandën që bëhet në Shqipëri dhe në Kosovë, Edi Rama dhe Albin Kurti kanë janë bashkë në kuadër të fondacionit të George Sorosit. Sepse teoria George Sorosit është që asnjëherë vezët nuk venosen në një shport. Ato venosen dy, dhe shikoni me vëmendje. Masi nxorren nga presidenca Vjosa Osmanin, një politikane që arriti të rikonfirmohet në qendrat më të mëdha politik berse të botës duke krijuar një partnership afërt me presidentin Trump. Dhe të dy bashk, Albin Kurti dhe Edi Rama morën pjesë në konferencën e Barcelonës të organizuar nga ekstremi i Europës drejt për drejt kundër presidentit Trump. Dhe ky është fakt. Dhe në dirigjimin e plot të Aleksandr Soros, tani që kryesen fondacionin Shoqëri e Hapur edhe fondacionin që është e njëjta gjë me fondacionin e George Sorosit. Kështu që Albin Kurti ka treguar me fakte që është anti-amerikan. Por ju po thoni që presidenti Trump nuk ka simpati për kryeministrin tonë Albin Kurti? Nuk mendoj që ka me kalu kohë shumë e gjatë, që ka me jarë për shtjeshi Albin Kurti. Për dërheqje? Jo, refuzimi, sepse ka ba 2 refuzime, mund të ketë të tjera për të vërtetën, po ato që ne i dim publikisht, të më thamë. Refuzimi për ratifikuar në parlament marrëveshjen që janë organizuar në tavolinën e presidentit Trump, ku bashkë me marrëveshjen është bërë dhe një